Në një vendodhje sekrete në Ukrainën rurale, tufa dronësh sulmi përgatiten natën dhe në eshtje të plot për të goditur thellë brenda Rusisë. Objektivet e tyre janë strategjike, rafineritë e naftës, depot e karburantit dhe qendrat e logjistikës ushtarake, që nga vera fushata e dronëve me rrezet e gjatë veprimit të Ukrainës është rritur ndjeshëm duke goditur infrastrukturën energjetike në të gjithë Rusinë dhe duke stërmunduar mbrojtjet ajrore të Moskës, të ndërtuar nga pjesë të prodhuara në një rrjet të shpërndar fabrikash. Këta dronë tani fluturojnë shumë më larg se fronti i luftës. Operatorët lëvizjen me saktësi, njëri pas tjetrit dronët ngrihen nga një pistë e improvizuar dhe drejtohen në lindje. Sulmet kanë shkaktuar mungesa karburanti në Rusi, madje kanë detyruar racionimin në disa rajona, duke nënvizuar një dobësi në rritje në infrastrukturën e vendit. Analistët perëndimor thonë se sulmet ndaj infrastrukturës energjetike deri më tani kanë patur një efekt serioz, por jo shkatërrues. Dronët ukrainas kanë goditur vazhdimisht 16 rafineri të mëdha ruse që përfaqësojnë rreth 38% të kapacitetit të rafinimit të vendit. Por ndikimi aktual ka qenë dukshëm më i kufizuar. Shumica e impianteve kanë rifilluar operacionet brenda disa javësh dhe vështirësia është zbutur nga kapaciteti i papërdorur dhe tepricat ekzistuese të karburantit. Megjithatë, sulmet e thella i kanë dhënë Kievit nismën në një moment të rëndësishëm. SBA dhe BE porrisin sanksionet ndaj industrisë së naftës së Rusisë, edhe pse kërkesa e Kievit për raketa Tomahawk me rrezet të gjatë veprimi nga SBA nuk është miratuar ende. Presidenti Volodymyr Zelenski thotë se aftësia e përmirësuar e Ukrainës për sulme me rrezet të gjatë veprimi po shkakton dëme të mëdha duke detyruar Kremlinin të importojë karburant dhe të frenojë eksportet.